Përshëndetje. Përshëndetje. Si ka shkuar panajiri këto 3 ditë? Shumë mirë. Për ne është hera e parë që marrim pjesë në panajir, por çdo gjë deri tani duket shumë mirë. Cila është ajo gjë që ju do të ndryshoni në organizimin e panajirit? Do marrim një stand më të madhe. Ja kemi vënë syrin që ta bëjmë që të jetë mundësi që të vinë të gjithë njerëzit. Cila është enda më e bukur sipas tesh? Më e bukur, ne diskutuam këtë në mëngjes me atë kolegen edhe të që na pëlqen ajo e Victoria Vince, e kemi afër dhe të dyja stendat kemi bashkëpunuar shumë mirë, ndërsa ajo kolegja ime është për Beauty Hubin, kështu që po i them të dyja këto, po. Për të gjithë ata që ndoshta sot nuk kanë mundësi që të vinë fizikisht, çfarë duhet të dinë për kompaninë tuaj dhe për brandin tuaj? Buten është një kompani rishtëzi e re në treg, operon prej 5 vitesh. Ne kemi një rrjet dyqanesh së shpejti 10 në Tiranë. Kemi brendet tona ekskluzive. Jemi munduar që të sjellim një gamë të plot për kujdesin për veten, për kujdesin personal, duke filluar nga kujdesi i fytyrës, i flokëve, trupit, kujdesi personal, çdo gjë, domethënë me brende të ndryshme. Kemi këndin ton korean, me brende koreane që janë shumë trend, palën mbrapa të europiane, të amerikane, që janë ndoshta më të specializuara për trajtimet. Kështu. Shumë faleminderit. Faleminderit, jo, mirëpafshim.